Kam arritur që ta quaj veten profesor I qetësisë, unë studioj qetësinë, e studioj heshtjen. Kam hequr dorë nga frika ndaj Zotit. Na tha shumë bukur Sokrati, atër jetë dhe nuk mundova ta ndryshoj botën, po nga momenti kur vendosa që ta ndryshoj veten, e tërë bota ndryshoj. Nxitimi e ka krijuar mendja e njeriu. Në univers nuk ekziston nxitim. Dielli vazhdon të lind me të njëjtën shpejtësi si ka lindur para mijëra viteve, shiu bie me të njëjtën shpejtësi, fëmijët lindin 9 muaj dhe nuk lindin 3 muaj sepse ne nuk kemi kohë. Mendja e njeriu nuk është e krijuar për paqen. Para aja prish karakterin e atij njeriu që më parë nuk ka pas karakter. Dhe përndryshe jo. Para aja është energji e mirë. Pa e dashuruar veten pa kushte, atëherë nuk do ta gjejsh dashurinë e vërtet edhe sikur takosh të gjithë këta banorët e kësaj planete. Ta jetosh një jetë të tërë me një sistem të përkryer që e ka krijuar krijuesi i madh dhe ti mos kesh një manual të përdorimit të vetes. Shumica e njerëzve nuk dinë ta përdorin veten. Unë me misionin tim, unë vetëm e tregoj rrugën, ndërsa rrugtimin do duhet ta bëjë secili vetë. Sheki Hussein, mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë se u gjeta, falënderit shumë për ftesën. Sheki, duket se jeta jote, ti vetë je gjatë gjithë kohës në një udhëtim. Sapo je kthyer në Tiranë dhe po sërish sot largohesh apo jo? Po. E tërë jeta është një udhëtim dhe si të tillë jam duke shijuar në maksimumin e saj. Çfarë ke mësuar në gjithë këto vite eksperiencë në vende të ndryshme dhe me njerëz të ndryshëm? Kam mësuar se dhurata më e madhe që mund të ja bëjmë vetes është atëherë kur ne ju shërbejmë të tjerëve me atë që dijmë më së miri dhe atë që posedojmë në vete, kur e ndajmë me të tjerët. Po vetes si mund t'i shërbejmë? Ti konkretisht si shërben vetes? Thjesht të kuptojmë se kush jemi, kush jam, për çfarë kam ardhur këtu dhe për çfarë jam falendërues. Dhe mënyra më e mirë për t'i shërbyer vetes është që ta duam veten pa kushte. Si i përzihet vendet për arratisjen nga realiteti i zhurmshëm? Nëpërmjet meditimit. Në qetësi nuk ka as zhurmë, nuk ka as mendime, as emocione, madje ne nga shkenca mistike dhe spirituale themi se në qetësi të thellë je I mbrojtur edhe nga vdekja. 33 ditë ashram në Indi, certifikim për meditim dinamik të Oshos, ka qenë një moment kthese për ty? Po, ka qenë pika e vlimit dhe ku unë kam kuptuar definitivisht rolin tim të ardhjes në këtë planet. Ka qenë hera e parë ku qëndrova 33 ditë, pastaj kam qenë edhe 3 herë në Indi, në Osho qendrën, ku kam qëndruar nga 45 ditë, duke marrë certifikime nga më të ndryshmet. Dhe gjithmonë me të vetmin qëllim që të shtoj vlerë në komunitet, në shoqëri dhe të kontribuoj tek të gjithë njerëzit për një jetë më të lehtë. Çfarë është meditimi dinamik I Oshos? Meditimi dinamik I Oshos është njëri nga meditimet aktive I cili në vete përmban karakterin që ne quajmë katarsis, pastrim nga programet, bindjet, besimet e vjetra, traumat e ndryshme, edhe në të njëjtën kohë na mundëson që ne të aksesojmë atë dimensionin e përhershëm që e kemi në qenjën tonë, që ne e kemi quajtur qetësi, aty ku janë përgjigjet e pjeqet dhe të mëdhaja me të cilët ne ballafaqohemi në jetë. Këto eksperiencat e tua sollën librat Kush je ti, Kontrata me shpirtin, Kthesa e madhe, Arti I jetuarit në maksimum, cilat kanë qenë momentet që ule dhe I shkrove këto libra? Momentet kanë qenë të vazhdueshme, disa nuk ka një kohë të caktuar ku mund të them vendosa që të shkruaj. Këta 3 libra përfshin mendime, përjetime, ide, vizionin tim për të ardhmen që ka ndodhur në mënyrë suksesive. Dhe tek librat e mi kam përcjellur shumë dashuri dhe po ashtu atë duhet ta potencoj se librat nuk I kam shkruajtur për të bërë lek, por I kam shkruajtur thjesht që të lënë gjurmë, sepse unë besoj tek një fjali, një mantra e cila vazhdimisht më ka ndjek dhe të vazhdoj të më ndjek në jetë, dhe ajo thot, vetëm ati ku ke ecur me zemër, gjurmët e tua do të ngelen. Ti nuk je në botë për të ju pëlqyer të tjerëve, por për të takuar me veten.
Çfarë është kontrata me shpirtin dhe cila është kontrata jote me shpirtin? Kontrata me shpirtin është thjesht të dëgjosh zërin e shpirtit, i cili flet me një zën tjetër nga mendja. Rumi në thoshte shumë bukur, është një zën i cili flet me ty, por nuk përdor fjalë. Dhe në atë zën janë të gjitha këshillat, udhëzimet se si ti ta jetosh jetën në optimumin e saj. Dhe unë këtë zë e kam dëgjuar para 20 viteve, parafërsisht, edhe nga ai moment jam lidhur me këtë pjesën shpirtërore dhe nuk jam asnjëherë në gjendje, nuk jam i gatshëm asnjëherë të bëj kompromise për gjërat të cilët e dëmtojnë paqen e shpirtit tim, harmoninë e brendshme, lumturinë e pakushtëzuar si dhe atë lirinë e cila ka qenë gjithmonë nga fillimi i atij. Nuk do bëja asnjëherë asgjë të cilën do ta paguaja me këtë çmim që do shkonte në disfavor të shpirtit. Shpirti kërkon paqe dhe këtë ja kemi detyrim shpirtit tonë. Si përcakton lumturinë e vërtet? Lumturinë e vërtet e përcaktojmë fillimisht kur ne mësohemi që të kërkojmë në vetvete. Lumturia është gjithmonë e vërtet. Nuk është e vërtet atëherë kur ne kushtëzojmë nga faktorët e jashtëm. Dhe unë që moti kam mësuar dhe jam dedikuar asaj se lumturinë është shumë vështirë ta gjesh. Nuk është lehtë ta gjesh në vetvete, por e pamundshme ta gjesh diku tjetër. Dhe unë që nga fillimi fatmirësisht mësova që ta kërkoj lumturinë në vetvete. Dhe lumturinë që e gjen në vetvete, ajo është gjithmonë e vërtetë. Çdo lumturi është e vërtetë, e cila nuk kushtëzohet nga faktorët e jashtëm, qofshin persona, situata, ndodhi e kështu me radhë. Si mund ta gjejë njeriu paqen e brendshme në një botë të ngarkuar me stres dhe ankth? Njeriu mund ta gjejë paqen e shpirtit në këtë botë dinamike dhe të rëmueshme, atëherë kur arrin që ta qetësoj mendjen. Momenti kur ne qetësojmë mendjen, ne e shijojmë paqen, sepse paqja është gjithmonë aty. Ne nuk e krijojmë, ajo është aty. Ne duhet vetëm ta qetësojmë mendjen. Mendja është sfida e parë. Dhe pastaj, pas kësaj, do filloj të ndryshoj edhe mënyra se si ne do ta perceptojmë në vazhdimsi atë që ndodh në botën e jashtme. Dhe në një moment të caktuar, ne kuptojmë se nuk është bota që ndryshon, por jemi ne të cilët kemi ndryshuar mënyrën se si e shikojmë botën. Dhe nga ky moment të gjitha gjërat fillojnë të ndryshojnë. Dhe këtë na tha shumë bukur Sokrati, atër jetë nuk mundova ta ndryshoj botën, por nga momenti kur vendosa që ta ndryshoj veten, e tërë bota ndryshoi. Çfarë do të thotë për ty të jetosh në maksimum? Të jetosh në maksimum për mua do të thotë të kuptosh thesarin e brendshëm që është pjesë e individualitetit tonë që ne kemi sjell me vete, ta eksplorojmë, ta konvertojmë në vlerë dhe ta ndajmë me të gjithë të tjerët që na rrethojnë në këtë jetë, në këtë planet dhe të lejojmë që nëpërmjet neve të shkëlqejë ajo drita që ne kemi sjell me vete, ne vim nga drita dhe dashuria, thjesht ta shpërndajmë gjithandej ku do shkel koma jonë, koma e secilit. Nga lexuesit e librave tuaj, çfarë komentesh keni marrë? Komentet më të përsëritura nga lexuesit e librave të mi është falënderit mjeshtë që ekziston, falë teje ndryshoi jeta ime përgjithmonë. Dhe kjo më bën shumë të lumtur. A ka një lidhje midis mendjes, trupit dhe shpirtit? Po, ka një lidhje dhe ajo lidhje ka qenë gjithmonë. Ose thënë më mirë, mendja, trupi dhe shpirti nuk janë asnjëherë të ndarë. Dhe nëse ka ndodhur një gabim në trajtimin e qenjes njerëzore, është se mjekësia konvencionale e ka ndarë mendjen nga trupi, trupin nga shpirti dhe i ka trajtuar në mënyrë të veçantë të ndarë. Ky trekatsh, mendje, trup, shpirt, nuk ka qenë, nuk është dhe nuk të jetë asnjëherë i ndarë. Për atë ne qenjen tonë duhet trajtuar si etnitet, të unifikuar dhe jo të ndarë nga njëra tjetra. Mos u nxitoni për asgjë, kur të jetë koha e duhur, do të ndodh. Sa shpesh ja thoni vetes këtë? Gjithmonë, shiko, nxitimin e ka krijuar mendja e njeriu. Në univers nuk ekziston nxitim. Nxitimi ekziston vetëm për egon, më shpejt, më bukur, më shumë, më andej, më këndej, ndërsa
Dielli vazhdon të lind me të njëjtën shpejtësi si ka lindur para mijëra viteve, shiu bie me të njëjtën shpejtësi dhe shumë gjëra të tjera. Fëmijët lindin 9 muaj dhe nuk lindin 3 muaj sepse ne nuk kemi kohë dhe gjithçka që nuk ndodh as herët as vonë. Nuk ekziston në ekzistencë herët dhe vonë, po ndodh në momentin e duhur. Dhe kur ne këtë e besojmë dhe përbrendësojmë e bëjmë pjesë tonën, atëherë në mënyrë të vazhdueshme gjithmonë e shijojmë atë që ndodh në jetën tonë. Nuk nxitojmë, nuk sikletosemi sepse ndodhi herët ose sikur të kishte ndodhur më vonë. Nuk ekziston asnjëra as tjetra, por ekziston momenti i duhur. Dhe momenti i duhur është gjithmonë tani dhe këtu. Një koment për shprehjen e Rumit, mendja që përpiqet ta formësojë të nesërmen përtej kapaciteteve të saj nuk do të gjej paqe. Definitivisht, mendja e njeriu nuk është e krijuar për paqen. Nuk ka mendja që e krijon paqen, po paqja është përtej mendjes. Dhe Rumi ka pasur shumë të drejtë, sepse duke përdorur mendjen, ne nuk mund të krijojmë lumturi. Mendja jonë nuk është e krijuar për të na sjellë neve lumturi, paqe, dashuri, liri të brendshme dhe gjëra të këtilla. Mendja e njeriu ka një funksion bazik, mbijetesën, të na sigurojë mbijetesën. Dhe fal meditimit ne e kuptojmë këtë dhe i dedikohemi pastaj asaj pjesës përtej mendjes dhe meditim do të thotë të kalojmë përtej mendjes dhe atje janë të gjitha këto llojet tjera të vlerave. Faleminderit Rumi. A është shoqëria e sotme shqiptare e prekur nga padituria, egoizmi, frika? Jo, nuk do thoja se është e prekur nga padituria, ne jetojmë në epokën e informacionit dhe multiplikimi i diturisë ndodh tani nëse më parë janë nevojitur 20 vite, tani brenda 2 viteve ose 1 viti, po shumë fishohet dituria, ne jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale dhe nuk mund të ankohemi se nuk ka dituri. Por ajo e cila e ngarkon dhe e sfidon shoqërinë shqiptare është stresi, një stres i cili në mënyrë të vazhdueshme vazhdon e rritet dhe kur themi stres nënkuptojmë frikarat e ndryshme dhe frikarat e ndryshme e dëmtojnë organizmin tonë, e dëmtojnë shëndetin tonë mental, shpirtëror dhe fizik dhe fatkeqësisht në këtë aspekt është bërë shumë pak dhe vazhdon të bëhet shumë pak. Unë uroj që të kuptohet në vazhdim roli i meditimit që sjell për shëndetin tonë dhe pse jo një ditë të filloj të praktikohet meditimi edhe në shkollat tona. Unë besoj fuqishëm se nëse ne do arrinim që nëpërmjet meditimit, se kjo detyra kryesore e meditimit, që ta disiplinojmë mendjen, që ta edukojmë mendjen, do ndryshonin shumë gjëra në shoqërinë shqiptare. Dhe ajo që do ndryshonte, që unë e kam shumë për zemër, është që ne në shoqërinë tonë të kemi më pak dhunë, më pak agresivitet, më pak korrupsion. Dhe të gjitha këta të konvertoheshin në më shumë dashuri, respekt reciprok, lumturi të përgjithshme, dhemshuri, sinqeritet, janë vlerat të cilat shoqërinë tonë do ta çojnë në një nivel tjetër. Për çfarë lutesh më shumë? Unë më shumë lutem që ekzistenca të më mundësoj që unë potencialin që ma ka dhuruar ajo, për të cilën jam shumë mirënjohës, ta konvertoj në vlerë dhe ta ndaj me gjithë njerëzimin. Si është përditshmëria jote? Si është një ditë e jotja? Përditshmëria ime fillon gjithmonë me meditim dhe lexim, pastaj takime të ndryshme që i kam brenda ditës, në mënyrë të vazhdueshme hulumtoj, eksploroj. Kam arritur që ta quaj veten dhe jam nga të parët profesor i qetësisë. Unë studioj qetësinë, studioj heshtjen. Dikush mendon se çfarë ka në qetësi të studiohet, jo, po qetësia flet, është një gjuhë, është një gjuhë hinore, e cila flet por nuk përdor fjalë dhe Rumi thoshte qetësia është gjuha e Zotit dhe çdo gjë tjetër është vetëm një përkthim i keq. Dhe unë merrem me këta gjëra dhe jam në mënyrë të përditshme, në mënyrë konsistente i dedikuar që të shtoj më shumë vlerë në shoqëri, së pari duke përmirësuar veten në mënyrë të vazhdueshme,
dhe besoj fuqishëm kush nuk përmirësohet, përkeqësohet, edhe të jem shembull i mirësisë dhe të lejoj që nëpërmjet meje të veproj fuqia hinore për gjithë njerëzimin. Cilët janë njerëzit e tu më të afërt, njerëzit që shoqërohesh gjatë përditshmërisë? Njerëzit me të cilët shoqërohem respektivisht që janë më të afërt për mua është familja ime. Jam shumë krenar për familjen time, është një vlerë e pakontestueshme dhe pastaj kam shumë miq me të cilët unë ndaj tematikat për të cilët jam i dedikuar. Nga miqtë e mi të veçantë me që jam në Shqipëri, dhe duhet i përmendi ta të Shqipërisë, është Vasil Naçi, është një mentor i im, edhe një njeri i cili ka ndikuar shumë tek unë, edhe vazhdon të ndikoj dhe vazhdojmë bashkërisht të bëjmë gjëra të mrekullueshme për shoqërinë. Është Ermal Mamaçi, të cilin e llogaris si vlla dhe reciprokisht edhe ai mua. Është profesore Tem Ramadani, e kam quajtur Einsteini i spiritualitetit, dhe natyrisht edhe shumë miq të tjerë, por këta tre janë shembuj eksplicit për mua. 30 vite me bashkëshorten. Si është raporti juaj, burrë e grua? Si ja keni shprehur dashurinë njëri tjetrit? Dashurinë më të madhe kemi shprehur pa përdor fjalët, por me prezencën tonë. Edhe nëse do të quanim formulë suksesi ose formula sekrete se si funksionon një bashkëshortësi, qëndron aty se ne që nga fillimi u morëm vesh që nuk do ta uzurpojmë lirinë e njëri tjetrit, do ndikojmë që secili ta konvertoje potencialin që ka sjell dhe të shërbejmë për njëri tjetrin si shtytje, si ndihmë që secili ta kuptoj veten e vet më mirë, ta shijoj lirinë e të qenurit në këtë ekzistencë. Edhe një gjë personalisht kam kuptuar se personi i duhur në jetë nuk është vetëm ai person që të jep dashuri, por është një person i cili nëpërmjet dashurisë së tij ose së saj të bën që ti ta duash veten më shumë. Dhe nusja ime ka ndikuar tek unë që unë ta dua veten më shumë, fal asaj që kemi qenë bashkë më tepër se 30 vite. Faleminderit. A i shoqëroni gjithmonë njëri tjetrin kudo në çdo vend? Jo, nuk e shoqërojmë dhe aty kemi një formulë që e kemi ose një parim ose një pjesë e kushtetutës që ne jemi të lirë dhe ku shkoj unë, nusja ime nuk më ndalon, ajo ka të drejtë të vijë dhe ku shkon ajo nuk ka nevojë të kërkoj konfirmimin apo lejen time, por unë nuk kam të drejtë të them këtu jam unë, o një diçka edhe ti nuk guxon të vish me mua, ose ajo të thotë këtu nuk guxon ti të vish me mua, do të thonë nuk fshehemi nga njëri tjetri, kështu që nëse diçka them ka ndihmuar në mënyrë të fuqishme në mes neve dive, ka qenë ajo se nuk ja kemi ndaluar, nuk ja kemi kufizuar lirinë e lëvizjes njëri tjetrit. Të rinjtë e sotëm, pse friksohen nga një martesë, nga një marrëdhënie e gjatë, nga përgjegjësitë? Cili është çelësi i funksionimit? Çelësi i funksionimit është e para që tjetrin mos e llogarisëm si pronë, sepse askush nuk është pronë e askujt. Në momentin ku fillojmë tjetrin ta llogarisëm si pronë, kemi filluar që ta dëmtojmë dashurinë. E dyta, mos e uzurpojmë lirinë e tjetrit. Nuk ka të drejtë askush ta uzurpojë lirinë e askujt, sepse liria është vlera më e çmuar në jetë, edhe si të tretë do ta veçoja që të kontribojmë në mënyrë suksesive që ta kuptojmë njëri tjetrin pa i cënuar vlerat individuale që i ka secili. Të ndikojmë që secili të ndërtojë një identitet me të cilin është komod, konform dhe pas së cilit qëndron me plot dinjitet dhe bindje të thellë. Përse paraja po kthehet në një pikë lidhse mes njerëzve në raporte intime, sociale? Ajo kthehet për arsye se ne akoma nuk e kemi përmirësuar ose shëruar atë raportin me paranë. Paraja është energji dhe paraja është diçka që sjell qetësi dhe zvicranët thuan diçka shumë të bukur, geld is nicht alles aber beruhigt, paraja nuk është gjithçka por të qetëson. Dhe nuk qëndron tek paraja
kjo që sa po përmendëm, por qëndron tek mënyra se si I fiton parat. Nëse parat e tua I ke fituar me dashuri, I ke fituar me dëmshuri, I ke fituar duke shtuar vlerë për të tjerët, pa varfruar diket, pa I marrë dikuj që nuk e meriton, pa I thyrë zemrat e të tjerëve, pa ndikuar tek njerëzit që ata të derdhin lot sepse ndihen të dëmtuar, atëherë paraja ti nuk do bësh peng I paras asnjëherë, sepse mënyra se si e ke fituar paran do ndikoj pastaj edhe mënyra se si ti do ndihesh më vonë dhe nuk të bësh rob I paras. Nëse nëpërmjet parave ti ke bërë dëme të mëdha, natyrisht karma do ta bëj punën e vet dhe një ditë ti do fillosh të flasësh dhe të thuash atë që edhe shumica e përmendin se paraja e prish karakterin e njeriut, paraja kështu, jo. Paraja prish karakterin e atij njeriu që më parë nuk ka pas karakter. Përndryshe jo. Paraja është energji e mirë. Si mund të dashurojmë ne pa kushte në mënyrë më të drejtë? Në mënyrën më të drejtë për të dashuruar një njeri pa kushte është që ti të jesh mësuar të dashurosh veten pa kushte. Ne e kemi dashuruar veten pa kushte që nga fillimi. Por dikur e kemi humbur këtë dhe tani e kushtëzojmë, madje e refuzojmë dhe nuk e pranojmë veten ashtu siç jemi. Dhe krijohet një bërshllëk I brendshëm dhe mendojmë se do vi dikush dhe do na dashurojë dhe ne do ndihemi komod. Pa e dashuruar veten pa kushte, respektivisht, pa I larguar ato barierat që të ndalojnë ta dashurosh veten pa kushte, atëherë nuk do ta gjejsh dashurinë e vërtet edhe sikur të takosh të gjithë këta banorët e kësaj planete. Mësou ta duash veten pa kushte, që në jetën tënde të futet po ashtu një njeri që e don veten pa kushte dhe atëherë nga kjo lidhje, e di çfarë do ndodh? Parajsa mbi tokë. Kjo bashkëjetesë është një mrekulli. Po kur futen dy njerëz në një lidhje, të cilët ndjejnë boshllëk brenda dhe kërkojnë nga njëri tjetri dashuri, pra dy lipsar, këto lidhje dashurie janë afatshkurta. A ka pasur gjëra nga të cilat ke hequr dorë gjatë rrugëtimit tënd? Po, ka pasur gjëra që kam hequr dorë nga frika ndaj Zotit. Nuk e kam ndjej frikën ndaj Zotit, po kam ndjej fillimisht një dashuri të vogël dhe pastaj kjo është theksuar edhe me fuqishëm dhe ndjej një dashuri pa kushte ndaj krijuesit të madh dhe kam hequr dorë nga ajo që të jap këshilla kur dikush nuk mi kërkon ata dhe të ju imponohem njerëzve me këta eksperiencat e mia. Thjesht veproj në nivel publik duke pasur bindjen të palëkundshme se jam duke shtuar vlerë, por jo duke imponuar për të bërë lek. Nuk e bëj këtë që bëj për lek dhe kam hequr dorë nga ajo që të jetoj për biznes, jo, unë kam vendosur që të jetoj për këtë misionin që jam duke bërë deri në frymëzjerjen e fundit në këtë ekzistencë. Për të gjithë ata njerëz që janë kurioz për të hyrë botës spirituale dhe meditimit, e kanë dëshirën për ta provuar, por janë të dyzuar, janë me mëdyshje. Si do t'i afronit drejt kësaj qasje? Po, nëse duam që ta kuptojmë veten, nëse duam të kemi një qartësi se për çfarë kemi ardhur këtu dhe pse zgjohemi në mëngjes, ne patjetër të fillojmë punën me veten. Nuk është normale, le të jemi drejt për drejt, ta jetosh një jetë të tërë me një sistem të përkryer që e ka krijuar krijuesi i madh që jeti, që thamë më parë me një trup shpirt, dhe ti mos kesh një manual të përdorimit të vetes. Shumica e njerëzve nuk dinë ta përdorin veten, ndërsa në esencë janë një kryevepër ku ka pas dorë nga fillimi deri në fund hinorja, krijuesi, perfeksioni, pafundësia dhe ti thjesht nuk punon me veten. Dhe unë sugjeroj që secili ta bëj këtë pyetje, cili është manuali i përdorimit të vetes sime. Sepse një gjë kam zbuluar, kur njeriu mësohet të mësoj nga vetja për veten dhe nga jeta për jetën, ai e bën veten shkollë. Dhe dituria që del nga kjo shkolla është dituri e dorës parë dhe këtë nuk do ta gjendesh në asnjë libër të shkruar dhe këtë nuk mund të ta thotë askush nga jashtë. Këtë
duhet ti patjetër ta zbulosh në vetvete. Dhe unë me misionin tim, unë vetëm e tregoj rrugën, ndërsa rrugtimin do duhet ta bëj secili vetë. Sheki, faleminderit që ishe pjesë e Bordeaux. Faleminderit edhe juve, ish kënaqësi.